në shtëpinë ose në konakun e Hoxh Vleri Musliut, një Hoxh i nderuar në gjithë Kosovën, po me Selin Klina. Me vendbanim. Me vendbanim. Hoxh, përshëndetje dhe faleminderit që ndajte kohë për neve. Përshëndetje për ty Lea, për të gjithë shikuesit juaj, është kënaqësi që kemi në konakun tonë. Faleminderit. Unë kam ardhur për çet pjesën që knejt konakut, për gjithë këto libra. Më ka bërë përshtypje përmes fotografive që i ke shpërndar realisht. A më tregon çish ka fillu pasioni ose dashnia për libra? Ka fillu si pasion anëherë si obligim e mandej ka kaluar diçka tjetër? Realisht ndoshta dashuria për librin edhe dëshira për librin tekon ka historinë qysh nga shkolla fillore. Edhe pse ndoshta me kushte shumë vështira edhe me rrethana jashtëzakonisht të rënda të para luftës, edhe me mundësitë minimale që të posedonim diçka prej librave, ato të cilat kishim mundësi të grumbullonim e të posedonim, e kisha një madje ndoshta është shumë interesante ta përmend, kisha një frigorifer të vogël i cili ishte jashtë përdorimi në atë kohë, edhe ata e përdorja si një lloj arkivi ku i pata grumbullu disa prej librave, disa të cilat mi kishin dhënë dhuratë për disa suksese në shkollën fillore, e disa të tjera që kisha arrit t'i bleja, disa shkrime që i kisha, por të cilat fatkeqësisht i ka djeg lufta. Pra kanë mbetë vetëm kujtime, e pastaj rrugtimi i pas luftës në rrugën e kërkimit të dijes fetare edhe të qenurit Hoxh, sigurisht se është i pashmangshëm edhe grumbullimi i librit, edhe dëshira për librin, edhe dashuria për librin, për shkak se edhe vetë ajeti i parë kuranor që i ka zbrit pejgamberit sa më është lexo, është domthonë janë të pandara të qenurit Hoxh edhe të leximi ose dëshira për librin. Po themi misioni i Hoxhës është gjithmonë ka nevojë që të shtohet, për shkak se edhe ajo që e japim është shumë e madhe. Dhe njerëzit janë në rrethanat të përgjithshme janë njerëz të njëjtë, po themi, ku ti u flet, dhe sigurisht se nëse nuk u sill diçka të re, nëse nuk i freskon diçka, nëse nuk bën diçka prej asaj që është det i pafund dituria fetare, normalisht se njerëzit me ndëgjimin e gjërave të njëjta edhe mund të lodhen, edhe mund të bezdisen dikur e kështu me radhë. Kjo në një aspekt. Aspekti tjetër është aspekti i pyetjeve të vazhdueshme që dalin, sepse kur po flasim për misionin e Hoxhës, po flasim për një kuptim të ngushtë, po flasim për një diçka e cila i përfshin të gjitha sferat e jetës, të gjitha kategoritë e njerëzve, të gjitha rrafshet që atyre intereson, nga çështjet e besimit deri te çështjet e shitblerjes, çështjet familjare, çështjet martësore, çështjet e edukimit, çështjet e adhurimit, por të gjitha sferat e jetës, andaj edhe nevoja për rifreskimin e informacioneve edhe të diturisë është gjithmonë prezente. Sigurisht. Ti si shumë hoxhallar të tjerë keni studiu jashtë Kosovës. E sigurisht atje keni pas atë kohë ndoshta kur keni ble mas shumë të libra, ju kanë dash mas shumë të. A ke pas vështirë mandej me i sjell këtu? Realisht, unë kam disa vende të studimit edhe në Kosovë edhe në Fakultetin e Studimeve Islame një pjesë, pastaj kam vazhduar në Jordan, pastaj në Medinë e kështu me radhë. Po sasinë më të madhe të librave e kemi grumbulluar gjatë studimeve në Medinë, në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E pastaj e kemi sill me transport ujor, domethënë nga Gjedeja në Selanik, e nga Selaniku pastaj për tokë. Unë isha në vitin e fundit të studimeve, madje më patraqet merrem me këtë organizim, e di që i patëm grumbullu librat e atyre studentëve të cilët ishin para diplomimit, kujtohet e kemi prunë një kontinjer me libra, e që pastaj këtu secili ka marrë pjesën e tij. Po vetë shumë libra kanë ardhur. Po kanë ardhur libra shumë. Vetëm për studenta. Vetëm për studenta, po, edhe mendoj se drita atyre librave vazhdon të përhapet në vazhdimsi. Po shoh që shumica e librave janë libra fetare, me atë sa po duken. A lexon edhe libra të tjerë përveç librave fetare? Lexojmë edhe libra të tjerë, mundohemi përcjell pak edhe domethënë trendet e librave që dalin, zakonisht libra pak më shumë
social që flasin për shoqëritë, për problematikat e tyre e kështu me radhë. Por se kryesisht janë librat fetar, e që në këtë rast, edhe pse po duken kështu në pamje të njëjtë, janë shkenca të ndryshme, sepse kemi nga librat cilat flasin për komentimin e Kuranit, kemi librat e jurisprudencës, kemi libra historik, kemi libra edukativ, kemi libra të cilat flasin për hadithin. Pra janë libra të shkencave të ndryshme. Padyshim, madje në renditje secila unë di se secila e ka renditjen e vet. Secila ka renditjen e vet, qofshin ato të cilat flasin për Kuranin, qofshin për jurisprudencën e kështu me radhë. A kina një pak më të veçantë, që kina një lidhje më të veçantë qoftë me to, qoftë në histori e cilat lidhen me librin? Secili libër e ka të veçantën e tina. Neve na nevojitet më shumë, po mendoj na duhet shpeshherë më shumë, unë merrem pak më shumë ndoshta me pjesën e Kuranit, të librave që flasin për Kuranin, margaritat që dalin për Kuranin, kuptimet që dalin nga Kurani, gjithashtu edhe hadithet, edhe pjesa historike është shumë interesant, jurisprudenca që është e domosdoshme, pra fiku që është e domosdoshëm për shkak të nevojave, sepse ballafaqohesh me ta si të falësh, si ta xherosh, kur prishet agjerimi, kur duhet, ajo si duhet bëhet shetblerja, si duhet bëhet niqahi, kurorëzimi kështu me radhë. Ato janë që të nevojiten gjithsesi. Por ndoshta për shikues të ju do ta shkputja do ta merrë një nga librat për t'treguar një histori të shkurtë të tij, besoj që është shumë interesant. Ky libër i ka 3 vëllime. Këtu, domethënë, edhe pse është libër i cili është i kompresuar, është libër i kompresuar, përndryshe në origjinal ka shumë vëllime. Në origjinal ka shumë vëllime. Shifet, domethënë, po është i kompresuar, është bën realisht ajo komplet ajo pjesa, në origjinal bën komplet një raft i tërë. I shkruar me shpirtin e njëri. Jo, por është grumbull i librave, po. Ky është një libër i cili është 3 vëllime kësaj, në origjinë është dikon 50-60 vëllime, por është i kompresuar që të lehtësohet, domethënë kërkuesit të dijes, që ta ka për referencë. Ky libër ka emrin El Mabsut, është i shkruar në jurisprudencën e fikut Hanefi, fikut i cili është i përhapur te ne në Kosovë dhe në vendet e Ballkanit. Autori i këtij libri është Imam Sarkhasiu, i cili veçanta e këtij libri është përveç se është libër shumë voluminoz, është libër jashtëzakonisht shkencor, nuk është po themi roman i cili është shkruar në imagjinat, po flasim për libër i cili përmban qindra mijë rregulla shumë strikte, shumë precize, të cilat duhet të dihen argumentimi i tyre. Duhet të sillet argumenti për secilin. Madje edhe në raport me shkolla tjera juridike, të fuqizohet mendimi yt e të hudhet poshtë mendimi tjetrit, përndryshe nuk mund të quhet libër krahasues në fik, dhe e vërteta është se ky autor këtë libër e ka shkruar nga memoria e tij, duke qenë i burgosur në pos, domthonë në Bonar, këtë njerëz si kanë thonë, pos në një grop ku atëherë i kanë burgosur njerëzit, dhe ai nga poshtë nxënësat e tij të dhënë pas dijes dhe duke ditë vlerën që e ka ky hoxh, kanë shku nalt, afër tij janë grumbullu, ai nga poshtë ka fol, nxënësat e tij e kanë shkruar. Pa pas asnjë referencë afër tij. Andaj tregon madhështinë e këtyre njerëzve, diturinë e jashtëzakonshme që këta kanë pas, dhe njëkohësisht tregon edhe madhështinë e fesë, edhe mësimeve të fetare, e normalisht që pastaj neve në kohën tonë na mbetet ndoshta një kritik për vetë dhe për secilin që merr të drejtën me fol për fe pa i lexuar dy rreshta. Po njerëzit sot bojnë analiza, e flasin, dhon mendime, apo nëse kthehesh në referencë ai nuk din ndoshta as definicionin e Kuranit, as nuk e din rregullat e fesë, as nuk din, domthonë bazat minimale të diturisë fetare nuk e ka, e jep të drejtë vetes për mful. Kur mundna me pa emrin e Hoxhës Blerim në ndonjë rast të librave? Po besoj që na dha Zoti Ymer, ne kemi pas po mendoj disa plane tjera në fillim të punës tonë, çështjen e jetësimit të këtyre mësimeve në aspektin praktik, në aspektin e terrenit. E sigurisht se neve na mbetet dëshirë e madhe që të nxjerrim diçka nga ajo që këta
njerëz të mëdhenj kanë thonë, bëjmë një grumbullim, bëjmë një t'i dhom diçka popullit tonë nga prizmi i një përvoje tonë, se si e dën populli jonë. Momentalisht jemi të punu në një temë e cila mendoj se është interesante, është tema e bazat e besimit islam në raport me bashkëjetesën me të tjerët. Klina si model. Besoj që shumë shpejt do të dalë, dorë Zotit na ndihmoj. Kemi përmendur se si Islami trajton bashkëjetesën me të tjerët, me ata të cilët nuk ndajnë njëjtin besim. E që mendoj se kemi nevojë madhe ta shohim nga prizmi i parimeve fetare, jo nga themi shpeshherë nga ajo që të tjerët mundohen të na servojnë ose të na mbeshin se bashkëtesën e bëjmë për këtë arsye ose për këtë arsye, jo, ne do të tregojmë se cilat janë bazat e mësimit. Pse është realisht kjo dhe këtë që na e bëjmë, a kemi për shkak të frikës, a kemi për shkak se me hin hatër dikujt, a kemi për shkak jo, po do të flasim se ato janë baza të rëndësishme të fesë islame. Po do më bëj dy pyetje para se me të liru. E para, gjithë të libra sigurisht kanë kostën. Sa kanë vështirë financiarisht grumbullimi i tyre. Është një parim, unë mendoj se është një parim se njeriu kur dëshiron diçka e arrin. Vetëm varet se çka do njeri. Mandej Zoti xhaleshan në Kur'an thotë: "Wa atakum min kulli ma sa'altum", ju keni dhënë këtë çka keni dashur. Nuk e çka kemi dashur, njeriu Zoti ja jep. Andaj secilit njeri Zoti jep. Jemi të bindur, vetëm se duhet ta shohim se çka po dojmë këtë dynjë. Dikush don libër, dikush don dynjë, dikush don shëtitje, dikush don, padyshim se nuk ka qenë lehtë, sidomos në kohën e studimeve kur dihen vështirësitë, por se e ka lehtësuar Zoti dhe ja që këto janë këto, e që mendoj se nevoja për libra është halal më e madhe, me musha edhe pjesë tjera. Me musha edhe pjesë tjera. Do të falenderoj për kohën që ndajte për neve. Kënaqësi ishte jona, Zoti u rujt, Zoti u shpërbleft, e na mundsof që këto mësime të cilat i marrim, ti përkthejmë pastaj në jetën tonë, praktikën tonë. Tek njerëzit ne nuk mund të tregojmë se sa kemi lexuar, por mund të tregojmë se me praktik, domethënë se çka kemi kuptuar. Faleminderit. Do të vëmë më mirë. Faleminderit.